Bayraktar Kizil Elma, avioni kombëtar luftarak pa pilot të Turqisë, kreu me sukses një fluturim testimi të performancës së radarit Murad, të zhvilluar nga Aselsan, kreu i kompanisë Baykar Selçuk Bayraktar, ndau një pamje nga fluturimi testues në llogarinë e tij në mediat sociale. Murad 100 i zhvilluar nga Aselsan, fal arkitekturës së tij AESA, Active Electronical Scanned Array, ka aftësi të shkafta të drejtimit elektronik të rrezes dhe shërben si një radar shumë funksional i kontrollit të zjarrit, produkti teknologjisë së fundit. Sistemi mund të menaxhohet njëkohësisht nga angazhimi ajër-ajër dhe ajër-tokë, ndërsa me aftësinë e tij të drejtimit të raketave Beyond Visual Range krijon një ndikim si ndryshues i lojës në luftimet moderne ajrore. Murad 100A ofron performancë superiore të perceptimit dhe ndjekjes me aftësitë e tij të brezit të gjerë të frekuencës dhe drejtim elektronik të rrezes me azimut ngjitje, i pajisur me teknologjinë e amplifikatorit të fuqisë GAN. Radari ofron efikasitet të lartë, mund të zhurmojë me saktësi objektiva të shumë fishta njëkohësisht, fal aftësisë së tij të formimit digital të rrezes, raportojnë media turke. Fal veçorisë së tij të degradimit të këndshëm, sistemi mund të vazhdojë misionin e tij me besueshmëri të lartë edhe në raste të defekteve të mundshme. Fal këtyre teknologjive të përparuara, Murad 100A rrit aftësinë e bashkimit të sensorëve Kizil Elma, duke maksimizuar ndërgjegjësimin e platformës për situatën si me misione ajër-ajër ashtu edhe ato ajër-tokë. Radari shënon një epokë të re në ekosistemin e avionëve të luftrave kombëtare të Turqisë, duke hapur derën e një periudhe të re me zgjidhje të zhvilluara në vend në teknologjitë e luftës elektronike dhe radarit.